Mirëmbrëma gjithë shqiptarët e mi të bukur, jeni njerëzit më të mrekullueshëm të këtij vendi. Ju falenderoj që jeni pjesë e këtij revolucioni të madh. A e dini pse Shqipëria si vjet nuk hyrin botror? Sepse Zoti kishte rezervuar një botror më të madh për shqiptarët. Atë popullit shqiptar. Ne sot jemi kryefjala e të gjitha mediave botrore, shumë më tepër se sa të kishit kontare në botror. Ne nuk jemi turpi i atij sheshi që ndjek sot botrori. Ne jemi këtu në këtë shesh kaq të bukur që e transmeton gjithë bota. Prandaj faleminderit që i keni bërë këto ditë kaq të bukura dhe që na keni vizjuar shpresën tonë. Faleminderit. Në 1990 prindrit tanë si ish student na gënjye kur na thanë se na sollën demokracinë. Po çfarë demokracia është kjo? Kjo është pseudo-demokraci, neokomunizëm. Nuk shoh asnjë ndryshim nga çka na ka treguar kur ka qenë komunizëm me këtë tani. Kështu që në 2018 tentuam që shqiptarëve t'ju jepnim shpresë duke bërë një revolucion të madh. Por për fat të keq, mes nesh patëm shumë tradhtar. Na dërmuan. Unë mendoj se prap kishte shpresë, prap ka shumë të rinj nga ata që derdhën shumë lot kur protestat e studentëve ushuan dhe kam një thirrje për ta. Ju lutem riktheuni se ka ende shpresë, kemi lënë një mision për gjysmë. Ta çojmë në fund atë mision. T'ja u japim shpresën shqiptarëve. Ju lutem bashkohuni. E di që ka shumë tradhtar mes nesh, po ne do ta krijojmë katarsisin ton. Dhe do t'i shporim të gjithë tradhtarët mes nesh, ta pastrojmë Shqipërinë nga tradhtarët dhe t'i sjellim shpresë shqiptarëve. E keni vënë re se si sillet Rama lart e poshtë duke na quajtur neve fashist. Pse e bën këtë? Kur ne thrasim Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Sepse ai ndryshon pasaportën sa herë vjen nevoja për t'ia shitur këtë tokë dikujt. Ashtu siç ka ndryshuar fen sa herë që ka dashur bërë pazar me Shqipërinë. Kështu që ju lutem qëndroni të bashkuar derisa ta fitojmë këtë betejë. Faleminderit, faleminderit. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Sot na ka pushtuar Londra, ka zbritur gjithë shqiptarët e Londrës, dëgjojeni miq. Dhe akoma më shumë do vinë. Për një gjithë për ata fëmijë që janë detyruar të ikin në emigracion, për një jetë më të mirë, për të mbajtur prindrit e tyre, apo për t'i blerë laçë gjyshërit, sepse ai pension nuk ju del as për letrën e banjos. Gjyshës time, iku jeta tonë, duke shkuar nga spitali në spital, sepse nuk i jepni ndonjë diagnozë. Dhe ashtu diç, pa e ditur se çfarë kishte, pra ati plerës, që ikën e ka mjekësin jashtë që e mbulon. Jeni kaq të bukur dhe nga na keni bërë kaq krenar dhe jeni arsyeja që një ditë ne gjithë do kthehemi. Shumë faleminderit nga zemra. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. O leken, prite Rama se po vjen. O Erion, o leken, prite Rama se po vjen. O Erion, o leken, prite Rama se po vjen. Tani kemi një studente tjetër që do të flasi. Përshëndetje të dashur qytetar. Unë jam një vajzë më Regina Kuksi. Sot jemi këtu për të ngritur zërin tonë për apelin dhe për të bërë atë që na përket.
janë të prezantuar të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare. Tani dua t'i jap fjalën një djali me aftësi ndryshe. Ju lutem qojeni.